Në kanunin e njohur të lekës, në rregullat e martesës, do të gjesh nënçmimin e madh të femrës. Martesa në shqiptari, në kanun, është që njeriu ta merr një rob në shtëpi për çfarë arsye? Për punë krahu dhe për shtim të fëmijëve. Për punë krahu dhe për shtim të fëmijëve. Në kanunin e lekës do të gjesh që martesa është për ta marrë një rob, dhe kështu e gjen, për ta marrë një rob, dhe kështu e përdorin ende disa njerëz që kanë marrë rob. Dhe kush është rob? Femra është rob, dhe kjo fjalë nuk ka mbet pa ndonjë qëllim, pa ndonjë arsye. Sipas kanunit, gruaja vjen në familje, martohet për punë krahu dhe për t'i shtu fëmijët. Për diçka tjetër, jo për diçka tjetër. Ndërsa Allahu në Kur'an thot, kjo është prej argumenteve të Allahut, që Allahu i krijoi për juve palën tuaj, i krijoi gratë. Për çfarë arsye? Që ju të jetoni me to, që ju të pushoni në to, që ju të qetësoheni në to. Femra në Islam, gruaja, bashkëshortja në Islam, nuk është vetëm për punë krahu dhe për t'i shtu fëmijët e saj.